hyrja në fe komplet, hyrja në fe komplet, siç i urdhëron Allah subhanahu wa taala besimtarët që të hyjnë në fe komplet. Andaj ehlusuneti veçori e tij është se kanë hyrë në fenë e Allahut subhanahu wa taala komplet dhe i referohen fesë Allahut subhanahu wa taala për çdo çështje të jetës së tyre, duke filluar prej udhëheqësisë së shtetit e deri në çështjet më të thjeshta. Pra ehlusuneti i referohet fesë Allahut subhanahu wa taala komplet. Besojnë në të gjitha tekstet, besojnë në tekstet e përgëzimit dhe në tekstet e kërcënimit, besojnë në tekstet që tregojnë se çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut dhe besojnë në tekstet që e potencojnë se njeriu ka liri të zgjedhjes. Po ashtu pra besojnë në tekstet që kanë të bëjnë me imanin dhe kufrin. Në të gjitha tekstet e fesë Allahut subhanahu wa taala besojnë dhe në një çështje të tyre i mbledhin të gjitha argumentet. Pra komplet e praktikojnë fenë Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe janë në mes të grupeve ekstreme të bidatxhive, sepse në çdo mesele ka dy ekstreme të bidatxhive, kurse ehlusuneti është në mes. Për shembull në çështjen e besimit janë në mes të xhavarixhve, të cilët shumë i nxjerrin njerëzit prej feje, dhe në mes të murxhive, të cilët thonë se mëkati nuk i bën dëm njeriut. Ehlusuneti thonë janë në mes, pra në mes këtyre dy grupeve, dhe në çdo çështje tjetër ka dy ekstreme të kundërta, kurse ehlusuneti janë mesatar, janë ashtu siç duhet, janë ashtu siç na mëson Allah subhanahu wa taala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ata i besojnë të gjitha tekstet dhe nuk e kundërshtojnë një pjesë të argumenteve me një pjesë tjetër, po mundohen pra që ti të bojnë të gjitha argumentet dhe ti kuptojnë ashtu siç duhet. Andaj edhe kjo ndikon që ata të jenë të saktë në çdo çështje të besimit.